Mirëmëngjes. Në këtë video do shpjegoj për eksperiencën e mia me paralizin e gjumit, qysh ndolëm në fillim për shembull. Edhe me kuptu dhe ju që ti kuptoni edhe këto po t'ju ndodhi, ke ishte para disa vjetësh, e kupton? Kishte e para që po thoj, unë s'po merja shumë, dija unë për këtë punë, po nëse kështë kap në jerë, kështu, qysh po thoshin të tjerë që e kapa ja, se dica e kanë normal të këte paralizimin e gjumit, këtë që quhet sleep paralysis. Unë se kisha normal, unë se kam normal të sleep paralysis. Unë shkëputëm kështu kollaj se që i vendjen i një gjendje të qetime, edhe shkëputëm me kollaj. Po ka disa që e bajnë kështu me paralizi gjumi, sa ajo është ajo, po thuj, ma mira në botë, a kupton? Që me dalë 100% për herë nga trupi, që ti është kështu, e kupton vetën i di komplet muhabetin. Që kështu në me edhe unë, po së vitesha ta merre këtë experiencën që në atë kohë që dilja edhe unë nga trupi kështu nga sleep paralysis, unë po dilja ndryshe, a kupton? Po ka qep të merre dorën dhe kësajt. Se po thosha ndonë që kështu 100% se nërja isha të tallë në atë kohë, isha nërja 85% kështu i vedishëm, nërja isha, a kupton, dhe këte ishin të ato staget që të mësoja të merre dorën, ka lëllë gjëra shpënese, unë s'po e kuptoja mirë. Që kështu që po ngjoja unë këto për njerëzit po thoshin që del 100% jashtë nga trupi ku i me këto sleep paralysis. Edhe ajo është ashtu vërtet, shumë vërtet. Që ta futesh trupin, që ta fikësh trupin ti edhe dalësh direkt. Qysh ndodhi mu e para. Unika unë praktikoja unë kështu meditime gjana, çifte dilte. Edhe provoja unë, po dilte gjatë, kupton? Edhe sikur qova nga ora 2-3 natës, s'pendje vetëm dhe aq mirë. Jo aq mirë, për në atë kohë unë isha kështu, ku qosha në mjes, për shembull, unë sikur isha, po thuj, krahasohesh me qysh karikohem unë, për shembull, ndaj ditës, unë isha poshtë ke ujë, që kam thonë shumë shpesh e përpara, poshtë ke ujë, ti nuk ngjon mirë, nuk shef mirë, nuk ecën dot mirë, a kupton? Nuk mendon dot mirë. Gjithë të gjana, për shembull, të krahasohesh me ku je, për shembull, ku je jashtë nga trupi, që je kënaq, që shef diellin, shef gjitha gjana, është kështu ajo. Jo sikur i shef kështu, po sikur nin. Sikur je këtu, po je kap me botën tjetër, për shembull, me gjitha gjanat e tjera, me energjinë e mirë. Nese, që kështu unë kisha vendosur, se unë sa herë qosha, nese që isha kështu, isha pak kështu, a kupton? Dal direkt natyrën, unë zot e di, sa ora, sa shora, sidomos në ato vite ku isha kështu i motivuar, që të mësoja sa ma shumë. Kur qova unë këtë natën, ishte në ora 2-3 natës. Ika unë direkt në pyll. Sa ty dija unë, isha dhe mirë, kisha kështu shumë venet mirë afër, aty ku banoja përpara. Dola unë ika me vend në ora 3 natës, me dritën, bale, me qenin. Ikëm në me i vend aty në e farë, pyllin, naq fare, ishi pa me bukur. E gjitha i vend bukur, që përshqipje komplet ato qytetet aty ku isha unë. Ishte nalë farë, që gja bukur. Ika tja unë, e dija unë se vinë e kështu nga dita vinë njerëz tjerë aty, po unë ika kështu me nadhën, që isha tek pull, isha për qef aty. Ara aty unë ora 3 gjys, u futa në pyll aty unë, doja unë 3-4 orë ta merre dorën, a kupton? Po unë isha pak kështu me sikur s'po mpritesh. Që kështu me një orë gjys, unë e gjeta meditativ të mirë, që po pëlqente në atë kohë. Ishit i frekuencia ajo kështu, që ishte i farë angelike ajo zane asaj femrës. Unë kam qef të meditacionet që janë kështu guided, që të ndihmon njëri për shembull.
sidomos në atë kohë. Edhe për shembull e ti me imagjinon që po thot ajo dhe të shkosh atje për shembull dhe të marrësh një farë eksperiencë. Janë shumë pozitive, janë angelike. Për mu sa të jenë kështu e për mirë dali që dali dhojom. E gjeta të unë sikur rezonova me këtë meditatimin, e kupton? E lujta atë unë, këtë telefoni, i futa kufjet edhe ushtriva unë, aty ke bari. Edhe këtë janë gjysore, 20 minuta, duke meditu me këta unë, gjysore, afërsisht, 25 minuta gjysore, së di. Filloj kjo, se isha dhe pak shumë, si isha i qut komplet, a këpëton? Isha pak shumë, gjysë gjumin, gjysë i qut. Ushtriva të una, kur filloj kjo paralizimi trupit, të më kapte, a këpëton? Unë që ditë shumë ka shpet, po ishte që frekuencia e asajt meditimit shumë e naltë, edhe më kapi ke mu, se ku më erdhi mu kjo në fakt kështu energjie ke trupi. E di që ishte apo jo? Si tip kështu ajo, këtë dim që të them. Elektriciteti, korendi, po ishte ndryshe, se korendi ndion që është kapë, po kjo ishte pak ndryshe, po si tip kështu, vjen si tip kështu ajo, si tip drite, këtë trupi. Që po bëhat shumë, s'kam nina jam botë këtë farë energjie, ishte aqë fuqishme, ishte gjitha e zhurmë, unë s'ku e për një gjoja zhurmë, mëjna për mëjna, se po vinte mu këtë drita, kështu, dukesh në esë, po dukesh po vishin në e kështu, po din thas me cemento, a këpton, si për sipër, u blokova kesh farë, e kuptoja mo që ku po ikte kja, a këpton, komplet gjana po fikin i me po ban, a këpton, që po bat, erdhe ke energjia që se duroja do të vur ishte këshu ajo si se kësha një njerë. Ishte të unë ishte si tip këshu, ishte shumë ndryshe, ha? Po herë parë më në thush duket pak e të mërshme, po nuk është, po ashtu duket se ku si mësum atë. Po di një futi farë energjia ty ke trupi ishe shumë e fuqishme, po nëse maja do trupin tim për atë kohë, se kësha frekvencën e mirë, në këpëton? Dhe për nërë dhe më erdhe ka që fuqishme, e kam zbaru po mrapa unë, po për anë moment unë s'dija, aqë të dija që bana. Edhe në futa para se më isha kap mirë fare për shembull, e kupton? Po i me prap, ke bat, a kupton se e bajnë gjithë tjerët, s'ka të baj, unë vetëm 3 qetë, a kupton? Që kështu i me fillun ato bashkë për shembull i minutë e gjysë, në këtë gjendje kur fillojnë këto e shumë i minutë e gjysë, a kupton? Tash ç'a bëhet shumë me trup më futura i fakoj. Unë e dija që ishte kjo. Se unë kisha studiu përpara, se ishi pak si përgatitur. Që po më dilte, unë dija ç'a të baja. Do zoti e maja në maja tash në po mirë, sikur rritje ke po thoj, sikur e diti, ke rritje 25% për shembull, që po futet mëna për mëna trupin tat. Po të kap kjo. Ide me pëtrish dhe pak dhe bat 50, 75, 100 edhe kapesh keq fare ani, e kupton? Edhe e fik trupin ani. Po është ky procesi, e kupton që unë si jam mësu. Edhe në kapi aq ku diun ishte shumë fuqishme, sikur do ma fikte trupin edhe nga kjo shpina këtu mrapa, nga komplet këtu mrapa, a kupton? Sikur u kap me ata, ja, s'pe maja dot, a kupton? E maja unë po sikur u friksova, se unë kisha shumë frikë në atë kohë, a kupton? Ishte menja ima ashtu që ishte. Isha trimun kështu, s'kam frikë, s'kam gja, unë jam kështu, jam ashtu, po ku ndodhi kjo, e di që shu banë, edhe me ndovë një tash në qiketi, po dalë fare nga këtu unë me, edhe menja mashtrojnë atë kohë, kjo është shumë e frikshme, kjo është kështu, kjo është ashtu, a kupton se menja ashtu mësu. Unë e dija për mena, ke vetia që kjo është ajo bileta ime me ik, a kupton? Po unë fiksova, nëse fiksova dhe menja, fikson menja, që as don. Po mi thash aty për aty, thash, no? Se po mi jep të mashtrime, unë duhet tike me zemër, po thoj, unë duhet tike kështu me.
ta baja këtë, të bash çat bash, unë e di që s'vdes. Po duket sikur vdes ndonjëherë, e kupton? Kështu po të zgjidh. Jo të zgjidh për këto njerëz që merren me të gjana, e kupton? Edhe unë po e baja edhe unë ashtu, thashë, po mirë, s'ka për frikë të fare, se unë ka pas eksperiencë, s'ka asgjë për frikë. Unë dija para shumë. Po kishte ndryshe. Që këshuni me jam tha mu tha, dili erë tha, edhe se kjo është ndryshe, edhe që ta logjikojmë, që u ba, që su ba, këpëton, që ta bëjmë dhe herë tjetër me, që me po na ndotha, këpëton, po thoshte me një, që me dim që ta bëjmë prapë. Mirë, jam dakord me ty, që kështu para e lejmë, edhe unë mashtrova kollaj. Vend se ti ke për ngjova menjen, edhe dola unë. Bashkë tash çfarë bak kështu kjo, wow, ç'a ishte kjo tash unë kupton? Një tek kështu tash unë, wow. Se e nëzora vetën në zor nga kjo gjendje, kupton? U ba pak si e fuqishme ajo. Sigur trema pak, po prap po mendoja që ishin këto sensacionet, që ishin që më kapi, që asë më kapi, pëse mu... Se që ke pesha ka shumë e madhe, sigur po... Sigur ta futa njani kështu... Koka ti, po, bing kështu ani, edhe dela, këpëton, dukesh në e kështu ajo. Kështu si isha mësu, edhe... E kuptova një që mos kisha në gjuhën menja, më kuptova thashun, më menja thashun, në do ta kishim bakte. Dhe prapë më banë në frikacak. Po një me mësova pak ato sensacionit i me, edhe e dija paka shumë i me, që është. Që këshu i me, kjo më ndodhi prapë mu. Kjo më ndodhi prapë mu. Po ta them ke video tjetër, se bëhet të gjatë shumë. Një papsh.